Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Përpara deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, avokati i popullit Naser Ziberi prezantoi raportin vjetor të punës për vitin 2024 për shkallën e respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Avokati i popullit tha se ka shqyrtuar gjithsej 3148 ankesa, ashtu si çdo vit. Vërejtje të shumta kishte për të burgosurit dhe kushtet në burgje si dhe punësimet. Vlerësoi se institucionet kompetente në një kohë sa më të shkurtër duhet të përmbushin boshllëkun juridik, i cili u krijua pasi gjykata shfuqizoi dispozita nga disa ligje dhe akte ligjore që kanë të bëjnë për punësimin e pjesëtarëve të bashkësive jo shumicë në sektorin publik. Në një sistem ku ndër vlerat themelore të rendit kushtetues është parimi për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, nuk guxon të ketë boshllëk juridik, deklaroi Naser Ziberi, avokati i popullit i Maqedonisë së Veriut. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski premton mbështetje financiare prej 250 eurosh për studentët për blerjen e pajisjeve elektronike duke filluar nga shtatori këtij viti. Mjetet janë siguruar në buxhetin e shtetit ndërsa procedurat për zbatim janë në vazhdim. Presim që studentët e vitit të parë të regjistrojnë për të verifikuar semestrin dhe më pas të mund të fitojnë ato 250 euro ndihmë nga shteti për blerjen e pajisjeve elektronike, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, gjatë vizitës në Tetov, tha se vitin e ardhshëm shkollor do të ketë tekste për çdo fëmijë dhe se deri atëherë do të kalojnë disa keq kuptime që ekzistojnë në marrëdhëniet mes Ministrisë, komunave dhe shkollave. Libra duhet të ketë për çdo fëmijë. Ministria do të sigurojë libra për çdo fëmijë. Ka disa keq kuptime ku libra që realisht nuk janë dhe realisht nuk ka patur pasi shkollat nuk i kanë kërkuar nga ministria. Këtë vit do të mundohemi që këtë sfidë ta kalojmë, u shpreh Ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska. Në pyetjen një gazetare se pse nuk ka mësimdhënës të gjuhës shqipe në diaspor, Janevska tha se ka mungesë për të dyja gjuhët, si maqedonisht ashtu dhe shqip, dhe po punohet për të gjetur një zgjidhje. Rajoni. Dështoi dhe përpjekja e 30 për konstituimin e Kuvendit Kosovës, 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit partit, ende nuk kanë arritur dot një marrëveshje për kreun e ri të legjislativit. Edhe këtë herë deputetët u mblodhën shkurtimisht të mërkurën dhe nuk gjetën një zgjidhje për zhbllokimin e ngërçit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës përsëriti gatishmërinë për dalje nga kjo krizë duke votuar një kandidat ose një kandidate tjetër. Pas dështimit të seancës, Memli Krasniqi fajsoi vetëvendosjen me pretendimin se nuk ka shumicën dhe është duke kërkuar që t'ia imponojë vullnetin të zgjedhurve të popullit. A vetmja gjë që besoj është evidente që ai s'ka numra për të bërë kryeministër dhe duke mos mujt me bë veten kryeministër, atëherë po e bllokon kuvendin duke vendosur Albulena Haxhiun si shtyllën mbrojtëse ku thyhen shtizat, e ky duke arsyetuar që kënse unë kam votat që ke dim gjithë, edhe ju këtu që jeni çdo 2 ditë bashkë me neve që si ka. Ai moj dhe mundësinë e koalicionit me vetëvendosjen. Zoti Kurti me insistim ka dëshiruar që të ketë një takim për diskutuar për temat ndërkomunale, që realisht është punë e tij. Por në një situatë kur ai vërtet smerret me asnjë temë në interes qytetarëve, është i mirë për të bërë show e propagandë. Në traditën e shqiptarit është kur vjen edhe huajit e dera me hap derën dhe momentin që ai ka shku në zyrën e zotit Hamza Mitrovic, ne si jemi në hasmëri, normalisht që mirëpritet, se zoti Hamza është një nga të paktit politikanë që vërtet ka ndërtuar vetëm mura, bashkëpunime e komunikimi me të gjithë, duke pas një kontribut drejt për drejt e depolarizimit kësaj skene politike. Ishte Memli Krasniqi. Deputeti Armend Zemaj në emër LDK-s tha se mbështet vetëm propozimin për qeveri kalimtare. Ai paralajmëroi se së shpejti do të dalin me propozime konkrete. Kosova nuk e ka luksin e stërgjatës të këtij procesi, nuk e ka luksin e shkurës së shpeshtë në zgjedhje, po edhe zgjedhjet nganjëherë janë zgjidhje. Përgjegjësia e madhe ta quajë politike dhe morale mbi lëvizjen vetëvendosje, e cila as nuk dëshiron që të gjejë një zgjidhje, as nuk ofron një zgjidhje, por me kryenësinë politike vazhdoi të mbajë peng institucionet e Republikës së Kosovës. Nga LDK reagoi dhe Johana Lushaku Sadriu. Ajo premtoi se kjo forcë do të shpalos një plan prej 15 pikash ku do të elaborohen pika të këtij plani qeverisës. Për qeverinë gjithëpërfshirëse më lejoni t'ju them që nesër Lidhja Demokratike e Kosovës do të shpalos një plan prej 15 pikash ku do të elaboroj idenë dhe prioritetet që do t'i shenim si pjesë e kësaj qeverie për një periudhë të caktuar. Andaj me këtë rast ju ftoj nesër në selinë qendrore të LDK-s që të jeni dëshmitar të prezantimit të këtij plani.
Ky ka qenë propozimi jonë si rrugdalje nga kjo krizë, për ndryshe ne nuk po shohim që partitë e tjera kanë një propozim tjetër. Në emër të vetëvendosjes, deputeti Armend Muja akuzoi deputetët e partive të tjera se janë duke bllokuar konstituimin e kuvendit, ndërsa nuk munguan dhe komentet për një koalicion të mundshëm me Partinë Demokratike të Kosovës. Për këtë arsye, konstituimi i kuvendit është përgjegjësi e gjitha forcave politike. Nuk thot askund Konstituta jonë që gjithë kryesia e kuvendit takon fituesin. Se po të ishte ashtu do të përfundoj, po nuk është ashtu. Madje sikur ne të fitojnë 90% të votave, Konstituta e Kosovës është e ftoftë, do t'i kene vetëm 2 përfaqësues. Prapë të tjerët vinë nga partitë opozitare. Sepse ky është rregullimi jonë konstitucional. Për atë arsye, ju ta kuptoni drejt edhe ju them me përgjegjësi plot të gjithë qytetarët të Kosovës. Nuk është çështja tek një kandidat i përveçëm. Çështja dhe thelbi i gjithë kësaj katrahure është përpjekja për ta bllokuar formimin e qeverisë Kurti 3 dhe në vetvete për ta mohu vullnetin politik të manifestuar me orë shkurt. Themel për bashkim të shqiptarëve komentoi kryeministri Albin Kurti simbolikën e lidhjes së Prizrenit në 147 vjetorin e saj. Në një ceremoni të përbashkët me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, shefi i qeverisë Kosovës u ndal te ky moment si një nyje që bashkon shqiptarët. Nëse lidhja e Prizrenit do të ishte dëgjuar më mirë nga ideja politike e fuqive dhe jo nga interesat afatshkurtër, sigurisht që Ballkani, ky rajon i Yni, nuk do të ishte në vëmësi metafora e fuqisë së barokut. Ja përse lidhja është gjallë në mendjen e çdo shqiptari që respekton veten si publikja më politike e kombit, por edhe të njerëzit e tjerë të cilët ndajnë të njëjtat vlera universale. Le të mendojmë sa herë që përmendim lidhjen edhe rilindjen. Këtë lëvizje të madhe të mendimit dhe të gjuhës, të përbërë nga njerëz të një dije të lartë të shquar, të vendosur më shumë se kur përpara një të shkuare të pashqilluar kombëtare dhe një horizontit të ndërlikuar ndërkombëtar. Andaj i shkon një nderim monumental të tërë atyre njerëzve që e ideuan lidhjen dhe që themeluan atë në qytetin e bukur të Prizrenit. Ishte Albin Kurti. Për kreun e shtetit të Shqipërisë, lidhja e Prizrenit është themeli i lëvizjes për bashkim dhe pavarësi kombëtare. Bajram Bega nënvizoi se Shqipëria dhe Kosova janë 2 shtetet e një kombi, ata ecin përpara, krah për krah në rrugën drejt integrimit evropian. Në një realitet krejt të ndryshëm nga i vitit 1878, Shqipëria dhe Kosova janë 2 shtetet e një kombi. Ata ecin përpara, krah për krah, në rrugën e integrimit evropian. Të jemi pjesë e Europës Bashkuar është vazhdimi natyrshëm i aspiratës që shqiptarët shprehen në lidhjen shqiptare të Prizrenit, deklaroi Bajram Begaj. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama kritikon kërkesën e përsëritur të Unionit të Gjyqtarëve për rritje të pagave përmes gjykatës kushtetuese, duke cilësuar një praktikë të paprecedente të dëmshme për ekzekutivin dhe sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Në një postim në rrjetin social X, Rama theksoi se kjo kërkesë për rritje pagash e përsëritur 2 herë brenda 3 viteve, cënon seriozisht kushtetutën dhe seriozitetin e Republikës. Ai paralajmëroi kundërshtimin e qeverisë ndaj çdo abuzimi të tillë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuzën ndaj kryeministrit Edi Rama se kërcënoi vëzhguesit ndërkombëtar të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në një konferencë për shtyp nga Selia e Blu, Berisha tha se Rama dhe banda e tij kanë bërë presione të jashtëzakonshme ndaj vëzhguesve për të faktuar farsën e 11 majit, siç e cilëson ai. Kësaj radhe Berisha u shfaq me një tjetër video ku 2 të moshuar në Shkodër denoncojnë se si një punonjës shteti mori kartat e identitetit me qëllim që ata të mos votonin në 11 maj. Ka urdhëruar edhe metoda tjera kriminale, sepse Edi Rama është i gatshëm të marrë çdo vendim, të urdhërojë çdo akt dhe çdo veprim për të ruajtur karrigën e tij të krimit. Tu është dëshmia se si punojësi i shtetit shkon dhe mbledh kartat e identitetit të qytetarëve në pretekstin se do u jap pension, do u disbursoj pensionin, dhe kartat ja u mban duke ditur bindjet e tyre politike që ata të mos votojnë. Sport. Shqipëria nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 kundër Letonisë në Riga për ndeshjen e 4 të grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026. Në të 29-ën erdhi dhe goli i parë i sfidës, që i dha përsinë Shqipërisë. Në zhvillimin e një aksioni nga ana e majtë e sulmit, Arber Hoxha kroson në zonë dhe portieri vendas e devion.
por topi përplaset me këmbët e kapitenit dhe përfundon në rrjet. Kur u duk se pjesa e parë do të mbyllej me këto shifra, Cer në Mordis, pas një topi në zonë shënon në portën e Strakoshës, edhe pjesa e dytë nuk solli ndryshim. Ndonse në fush u futën Edim Bajrami, Ernest Muçi, Mirlin Daku apo Myrtë Ozuni, Shqipëria nuk shkoi dot më larg se 1-1. Në këtë mënyrë ajo komplikoi dhe pozitat e saj për ëndrrën e madhe të një vendi në finalet e këtij kompeticioni që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Trajneri kombëtar Silvinho pas barazimit në Letoni tha se Shqipëria bëri një gol, por më pas kemi gabuar. Futbolli nuk të fal. Në pjesën e parë kemi gabuar shumë, sidomos në qarkullimin e topit nga ekipi kundërshtar. Jemi përmirësuar më shumë në pjesën e dytë, por nuk mjaftoi. Gabimet më të mëdha kanë qenë në pjesën e parë. Kemi shpërdoruar 45 minuta, tha mes të tjerash trajneri kuqezimve. Sulmuesi kombëtares shqiptare Armando Broja pas barazimit zhgënjyes 1-1 që Shqipëria mori në Riga kundër Letonisë, tha se në takim ka munguar gjithçka. Në pjesën e parë nuk e luajtëm shpejt topin, nuk futëm shumë topa në zonë, nuk bëm goditje në port. Strakosha bëri pritje të bukur tek penalltia. Goli i Letonisë na i prishi moralin. Këto ndeshje janë të vështira nëse nuk shënon. Ka për qenë ndeshje e vështirë, komentoi Broja. Sipas tij ka ende mundësi që Shqipëria të kualifikohet nëpërmjet vendit të dytë. Menduam se mund ta fitonim ndeshjen lehtë. Mund të jetë një ngarkesë tani në këtë fund të sezonit. Kemi luajtur shumë ndeshje. Është edhe presioni sepse të gjithë mendonin se do të vinim në Letoni dhe do të fitonim 0-3. Duhet të përgatitemi më mirë dhe të shënojmë në ndeshjet e tjera, komentoi Rejmanaj. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka reagoi pas barazimit zhgënjyes 1-1 që kombëtarja siguroi në transfert me Letoninë. Pas ndeshjes Duka tha se duhen energji të reja në shtator, kur ekipi gjen po Letonin, por në Tiranë. Kemi bërë gjysmën e ndeshjeve eliminatore dhe gjysma tjetër e mbetur na imponon të jemi me mendësi dhe energji krejt të tjera, tha presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Stafi teknik duhet të nënshtrohet një analizë bazike, siç dhe bën për herë, por që këtë radhë kam bindjen që do të prodhojë një reagim të menjëhershëm, tha Armand Duka. Trajneri Letonis, Paolo Nicoloto, pas barazimit me Shqipërinë tha se mund të bënte diçka më shumë në një kohë kur zhvilluan një ndeshje të mirë për afro 60 minuta. Më shumë se sa pika e marr, jam i kënaqur me paraqitjen. Pika është thjesht rezultati i punës që bëm. Mendoj se në përgjithësi patëm shanse të mira në këtë ndeshje, u shpreh trajneri Letonis pas takimit. Nicolato ndalde në situatën e grupit K. Ka 3 ekipe shumë të forta në grupin ton. Detyra jonë është të luajmë sa më mirë të jetë e mundur. Luajtëm shumë mirë për 60 minuta me një fazë të mirë fillestare sulmesh, por mund të bëjmë dhe më mirë, u shpreh trajneri Letonis pas sfidës me Shqipërinë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.